Rreshtet e para të këtij dimri në disa zona në jug të Shqipërisë kanë krijuar pasoja sidomos për infrastrukturën rrugore dhe zonat informale të banuara. Në disa segmente të boshtit rrugor jug-veri, rrëshqitjet masive rrezikojnë jetën e udhëtarëve për shkak se terrenet janë ende të pasistemuara. Zona më problematike paraqitet në autostradën Levan-Tepelen. Në një segment prej gati 1 kilometër qarkullimi realizohet aktualisht me vështirësi për shkak të rrëshqitjes së një kodre masive. Ekipet e kompanisë italiane që është përgjegjëse për ndërtimin e kësaj rruge dhe e cila ende nuk e ka dorëzuar veprën po punojnë për të ngritur barriera mbrojtëse. Ende inxhinierët nuk kanë folur për shkaqet që kanë çuar në rrëshqitjen masive, por vlerësohet se do duhet një investim në disa $10.000 për të normalizuar situatën. Rrëshqitja ka ndodhur gjatë natës dhe ka bërë që të mos sjellë asnjë incident me mjetet që qarkullojnë në këtë segment rrugor. Ndonse segmenti është mbrojtur me mure mbajtës, pesha e rrëshqitjes ka qenë masive dhe ka dëmtuar një pjesë të tyre. Shoferët e automjeteve e shohin me shqetësim qarkullimin në këtë segment me afrimin e dimrit kur rrëshqitjet pritet të vazhdojnë. Një tjetër problem është një segment në rrugën Tepelen-Gjirokastër ku si pasojë të terrenit të paqëndrueshëm ndodhin shpesh rënje të masiveve me gur. Drejtoritë rajonale të rrugëve kanë pak mjete financiare për të përballuar emergjencat, ndërkohë që stina e dimrit sapo ka nisur. Rreshtet e pak ditëve më parë sollën probleme edhe në një zonë informale të Gjirokastrës, e cila rrezikoi përmbytjen nga dalja e ujrave jashtë kontrollit. Shqipëria ka ende pak përgatitje në përballimin e emergjencave dhe njësitë vendore ankohen se këshillat e qarqeve nuk po zhvillojnë përgjegjësitë, sidomos në mbrojtjen e rrugëve në zonat rurale. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kolla.